Deri më tani, në rang vendi janë numëruar plot 3479 qendra votimi nga 5225 të tilla. Rezultati në rang kombëtar është si më poshtë vijon. Partia Socialiste kryeson me 484.461 vota, përkthyer në përqindje 52.51%, përkthyer edhe në mandate 83 të tilla. Partia Demokratike dhe koalicioni i saj 314.146 vota, 34.05%, përkthyer në 51 mandata. Nisma Shqipëria bëhet 33.409 vota, ose 3.62%, përkthyer në një mandat. Partia Socialdemokrate 33.316 vota, 3.61%, përkthyer në 3 mandata. Partia Mundësia 26.297 vota, 2.85%, një mandat. Lëvizja Bashk 12.365 vota, 1.34%, një mandat, dhe të tjerët vijojnë me 0 rezultat në përkthim mandatesh. Për të parë rezultatin e fundit të orës 20:00, ndiqni grafikën më poshtë për secilin qark të vendit, por edhe në rang kombëtar për secilën forcë politike a koalicion.